Luizi prek zemrat e ndjekësve, një rrëfim mes dhimbjes dhe mirënjohjes. Përmes një postimi të jetë prekës në Instagram, këngëtari ka ndarë me miliona ndjekës peshën e zemrës së tij në këtë 24 dhjetor. Plot 5 vjet pa baban, Luizi rrëfen se mungesa e tij nuk plaket kurrë dhe se zëri i tatit i mungon në çdo dritë festash. Por, mes kësaj zbrazëtia, ai gjen forcë të rrugëtimi i tij i fundit. 3 vite me Kiarën, një takim që ai e qua në shpëtim të heshtur në një kohë kur ishte i thyer, dhe ardhja në jetë e Lunës, dritës që mposht çdo dhimbje. Luizi nuk ka lënë pa përmendur edhe hyrjen në Big Brother, formatin që i ndryshoi jetën, e provoi dhe e rindërtoi nga e para. Sonte nuk po festoj, po ndjej, shkruan ai, duke e mbyllur mesazhin me një urim për ata që festojnë dhe një kujtim për ata që jetojnë përgjithmonë në zemër. Një rrëfim i sinqert që na kujton se pas shkëlqimit të famës, fshihet njeriu me lotët, kujtimet dhe mirënjohjen e tij.